Mi të drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi nga kjo studio. Sot të ftuarit e mi vinë nga Muzeu Historik i Shkodrës. Janë të ftuar zonja Amila Gjurezi, drejtore e Muzeut Historik, dhe zoti Emanuel Palusha, e punojësi i këtij muzeu. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në studion tonë. Natyrisht interesi për një aktivitet të ardhshëm shumë afër, nesër në orën 18. Më zgjon në dëshirën për të hedhur paksa dritë mbi ekspozitën që ju keni përgatitur për publikun. E keni quajtur dialektik. Çfarë është kjo ekspozitë? Atëherë, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ekspozita që do të organizohet nesër në ambientet e muzeut Osokuka, me precisë te Pinakoteka, është një ekspozitë fotografike me karakter historik. Fotografit janë përzgjedhur nga arkivi i muzeut. Pra pjesë e arkivit është edhe fototeka, pra disa shumë tipologji fotografish të realitetit shkodran. Këto fotografi të përzgjedhura, flitet për rreth 40 fotografi, do të prezantohen nesër. Dialektik, për sa i përket këtij titulli, pra që është përzgjedhur nga vetë stafi, nga djemt që punojnë në Muzeun Osokuka. Ideja e këtij titulli, dialektika si art i diskutimit, si proces i lëvizjes dhe i zhvillimit të subjektit, pra dialektika e historisë, dialektika e fotografisë, dialektika vetë Shkodrës, e qytetit të Shkodrës. Një atmosferë e larmishme kjo, fotografish për sa i përket edhe zhvillimit historik, social, kulturor të qytetit. Pra, me sa po shoh, interesi do të jetë i veçantë, sepse ju e shikoni këtë ekspozitë si paraqitje në lëvizje të qytetit, të zhvillimit urban, të zhvillimeve historike, por edhe të vetë fotografisë që i ka pasqyruar ato. Në fakt, Muzeu Historik do të thosha është një thesar. Si ju lindi kjo ide për të realizuar këtë ekspozitë, pasi për hir të së vërtetës ishte një ekspozitë që do bëhej në prag të festimeve të festës së pavarësisë, por që për shkak të situatës së tërmetit u spostua në ditët më pas. Pra si lindi kjo ide për të pasqyruar pikërisht këtë pjesë nga thesari i Muzeut Historik? Okej, ja kaloj fjalën kuratorit, Emanuelit. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Ka një ide, domethënë na do zgjidhim një temë caktuar për festën e pavarësisë. Zbashëm me Anel Mospahin, që falenderoj shumë. Pra jeni dy kurator. Ka një pjesë shumë e fortë për atë vend, për sa i përket pjesës historike. Qa më mirë mund zgjidhim se të trajtonim Shkodrën. Kështu që për ne, zgjedhja e kësaj teme, paraqitja e Shkodrës në vite, nëpërmjet fotografisë, si artefakt, ndoshta ishte zgjidhja më e mirë ajo që mund t'i japej popullit të Shkodrës në këtë periudhë. Natyrisht të ngulmosh tek origjinalja, tek historikja, tek zhvillimi, qoftë në elementin urban strukturor të shtëpive, qoftë në zhvillimet që sjellin vitet në aspektin historik, është identitet. Si mendoni, si ka ecur zhvillimi strukturor, urban i qytetit, duke parë edhe këto foto, sepse për hir të së vërtetës, duke parë nga njëra foto në tjetrën, ju i keni pasqyruar pikërisht edhe në skemën që keni realizuar në këtë ekspozit, shihen rrugë, shtëpi, takohen fakte, dialogohet me të sotmen dhe të shkuarën. Është diçka që të prekësh me dorë origjinalitetin, të cilat për hir të së vërtetës shumë çka i gjen
pavarësisht viteve që kanë patur ndikimin e tyre. Gjenë disa elemente kanë ngelur, disa elemente i kemi akoma, shumë elemente tjerë nuk ekzistojnë më, por këto fotografi reprezentojnë, tregojnë disa realitete shkodrane që nuk kemi më, nga ana urbanistike, nga ana sociale, historike e tjerë. Fotografit prekin periudha historike të rëndësishme, që është periudha pavarësisë dhe monarkisë, periudha e propagandës fashiste, periudha e rezistencës dhe periudha e totalitarizmit komunist, diktaturës komuniste. E këto realitete historike, sociale, kulturore që përballen njëri me tjetrin dhe nxjerrin një të vërtetë që është qyteti i Shkodrës në gjithë rëndësinë dhe në maestrinë e tij. Është interesante sepse fotografia të përballë dhe të bën të prekshme qytetin duke u drejtuar elementeve që për shembull truma e dugajve të reja ose akset rrugore ose shtëpitë e qytetit karakteristike dykace janë elemente të cilat jo vetëm na bëjnë që të kthehemi në kohë, por edhe që i takojnë vazhdimisht, apo jo? Janë element që i takojnë historisë, por ka një arsye sepse është titulluar me dialektik. Sepse gjitha këto periudha janë të ndërthurna me elemente arkitektonik, ornamental të Shkodrës, që në një formë ato sjellin zhvillimin jo në formë kronologjike, por duke pas parasysh që janë edhe për shembull momente fashiste e tjerë, ata të ndërthurura bashkë me pjesë ornamentale të qytetit, tregojnë një lloj përplasjet që në finale na kena edhe një zhvillim të mëtejshëm të qytetit. Madje her pas here shohim edhe dukuri të cilat ripërsëriten, shohim për shembull përmbytja në rrugët kryesore të qytetit si element të jetës së shkuar, por që shpeshherë gjen në të sotme. Gjithë tragjiken dhe me gjithë këtë situatë që kemi kaluar, sidomos këtë periudhën e fundit, shumë fotografi aty tregojnë realitetin shkodran pra të këtyre viteve me gjithë anën pozitive, anën e bukur, por edhe anën negative ose të tragjike të atyre viteve. Mendoni se kjo ekspozitë e cila ka rreth 40 fotografi do të ndikojë thjesht tek vizitori, tek ai që e sheh fotografin si dokument, apo edhe tek studiuesit historianë të cilët shpeshherë besoj i drejtohet institucionit tuaj? Na mendojmë që mund të shërbejnë edhe personave tjerë përveç publikut gjanë. Historianëve, shkollave, unë gjithmonë kam atë qëllimin e brezit të ri, shkollave, shpresoj që të vinë shumë shkolla, klasa, edhe nga të vjeçare, por edhe nga shkolla mesme, dhe mësuesat, jo vetëm mësuesat historisë, por edhe mësuesat tjerë që trajtojnë realitetin social kulturor të Shkodrës, të kenë mundësinë me anë këtyre fotove të jenë më të qartë ose të shpjegojnë brezit të ri atë që është historia e Shkodrës. Duke u ndalur tek originaliteti, duke u ndalur tek ajo që kanë trashëguar ndërtimet e më të hershme, si e vendosni Shkodrën në stadin e një qyteti jo pa vlera, qoftë në aspektin e ndërtimor, urbanistik, si e shikoni këtë hershmëri edhe në dialektikën e zhvillimit të tij? Sepse shohim elementet të objekteve të kultit të ndërtuara shumë bukur në një hershmëri, shohim rrugë që kanë edhe ato arkitekturën dhe ndërtimin e tyre, shohim dyqane, shtëpi të veçanta, gjë që kanë lidhen me një hershmëri dhe me një kërkesë shumë të veçantë ndërtimore në strukturën e tyre. Jo pa vlera, përkundrazi. Jo, patjetër. Ideja është gjitha këto periudha, gjithë këto ndryshimet të ndryshme,
ne jena mundu që me I paraqit në një formë monologu, si kur Shkodra është ajo që po tregon diçka për veten. Unë nuk të doja që të tregoja më shumë për ekspozitën, sepse dëshira është që njerëzit vinë dhe ta kenë të prekshme nga natyra që të kenë atë emocionin e çfarë ishte dhe çfarë është. Kështu që për Shkodrën kjo ekspozit mendoj që ka me kanë një pikë shumë e fortë dhe shpresoj në pjesëmarrje të Ndërkohë ju keni rivitalizuar, do ta thosha unë, një sallë të veçantë, nga ku mendoni që të keni aktivitete të vazhdueshme, ekspozita mbase. Kjo është diçka... Ajo është një sallë që ka funksionuar përpara. Pinakoteka ka qenë gjithmonë salla e artit. Por ne këtë herë menduam që ta risistemonim si sallë dhe ta kalonim vetëm një sallë fotografie që besoj është e bama për herë të parë aty. Do të jetë hapur për një periudhë 3 mujore, që njerëzit mund të kenë edhe kohë mbas hapjes që ta vizitojnë dhe na shpresojmë që në të ardhmen ta përdorim këtë sallë si një sallë lëvizse dhe që jep mundësi komunikimi për ekspozita të tjera, ndoshta pse jo etnografiet, pikërisht në atë sallë. Pra të jetë një sallë arti në formë të permanente, por me ekspozita të... Me qenë se ju jeni kurator I kësaj ekspozite, Emanuel, dhe keni përzgjedhur nga fondi I art, nga I thesar që ka muzeu dhe që mund të nxjerrë her pas here të veçanta. Keni patur të vështirë apo të thjesht të dalloni elementet më autentik për ta paraqitur në këtë ekspozit? Ka dhe gjëra të tjera pasaj të cilat mund të pasojnë ekspozitën? Me thënë të drejtën, a ka qenë e vështirë? Nuk ka qenë e vështirë për zgjedhja, sepse arkivi ka një pasuri shumë të madhe, si nga gjitha fusha, nga arti, nga dokumentacioni, ka një fond të konsiderueshëm fotografisht që nuk është e lehtë, nuk është e vështirë të zgjedhën nga ata, sepse janë fotografë si Marubi, si Jakova, si Pici, ka edhe fotograf nga ato që janë anonim të shtetit. Kështu që gjithë këto pasuri, po të themi, nuk është shumë e vështirë ti zgjedhësh, por bëhet e vështirë në momentin që ti don me transmetu diçka, don me dhënë një mesazh, apo don me kriju një dialektik. Zonja Mila në fillim të bisedës u shpreh se ky ekspozit ecën pothuajse në 3 shina, në pasqyrimin e elementeve historike, në përballjen e tyre, në pasqyrimin e elementeve urban dhe arkitektonik të zhvillimit të qytetit, por edhe të fotografisë, sepse pikërisht fotografë si Marubi, Pici, Jakova apo dhe të tjerë marrin pjesë në këtë ekspozit. Çfarë tregon kjo dhe si mendoni që këto bashkëpunime në hershmëri të shërbejnë pikërisht veprimtarive të tilla dhe aktiviteteve që ju her pas here organizoni? Po nga ana, son po flas nga ana historike dhe Emanueli pastaj nga ana teknike, po për sa I përket fotografive, si që thot, fotografi të Marubit, Picit, Jakovs, po edhe fotografëve anonim, pra fotografë që kanë qenë të punësuar nga institucionet lokale apo shtetërore për të bërë, dhe mund të them që kemi edhe shumë fotografi që janë anonime, që janë pra të personave që nuk dim, dhe kjo e bën edhe më të bukur pra të realitet shkodran të parë nga shumë këndvështrime, nga shumë
Kurse nga ana teknike, Unë mendoj se fat është që pikërisht Shkodra ka një histori fotografie, gjë që i shërben të shkuarës e natyrisht të sotmes, të sotmes për të hedhur vështrimin. për në të ardhmen, se ato janë rrajnë që ajo është elementi më i rëndësishëm, pra kjo e kaluar që i shërben të tashmes, po që shpresoj të krijojë një të ardhme më të mirë. Fotografët e Shkodrës kanë kriju një identitet që kanë vu një standard që me fotografitë e tyne në mund të dëshmojmë pa tjetër me në vendit, por edhe jashtë vendit. Ata kanë lanë koleksione me shumë vlerë. Që për ne, historia e fotografisë së Shkodrës ka një vlerë të jashtëzakonshme. Mendoni se kjo ekspozit ose edhe aktivitetet të tjera, me qenë se janë të aksesueshme, edhe mund të shëtis jashtë mureve ose sallës së ekspozitës së muzeut historik, për ta bërë atë më atraktive, më të vizitueshme. Ka kanë diçka që e kena menu, mund të bëhet një ekspozit lëvizje, domethënë që mund të shkoj edhe përtej atyre mureve, kështu që është diçka që ndoshta do ta vendosim më vonë, duke pa edhe teorinë Zoja Mila, natyrisht aktivitetet në Muzeun Historik të Shkodrës janë të vazhdueshme. Mendoni se kjo është ekspozit, është aktiviteti i radhës për të vijuar më pas me të tjera veprimtari që në planin e muzeut do të tërheqin vëmendje dhe interes? Unë shpresoj për këtë vit mendoj do të jetë është ekspozita e fundit, por është ekspozita më e rëndësishme që kemi bërë. Shpresoj që në 2020 të vazhdojmë me ekspozita të tjera për sa i përket edhe fondeve që kemi, fondit etnografik, përveç fondit arkivit, fondit etnografik, fondit arkeologjik e tjerë. Gjithmonë kjo në ambientet e muzeut, edhe pse nga një herë janë ambiente të limituara, se vetë ekspozimi i këtyre fondeve kërkon ambiente të mëdha. Shoh që her pas here, sidomos nxënësit, fëmijët e shkollave vinë, vizitojnë, realizojnë aktivitete të ndryshme. Kjo ndoshta e bën edhe më atraktiv punën tuaj me vizitorët e vegjël, nxënësit, por edhe të rriturit. Po, derisa koha na e ka premtuar, se tani kemi pak rënje të temperaturave por deri tani nxënësit kanë, pra, jo vetëm vizita të shkollave ose të klasa, po edhe bashkëpunim me shkollat për sa i përket gjithë aktiviteteve. Ndërkohë që grupet turistike natyrisht janë një plan tjetër veprimtarisht që tërheqin vazhdimisht interes për sa i përket historisë, trashëgimisë kulturore. Atëherë, nesër pikrisht në datën 6 dhjetor, në orën 18, datën 6 në 6 pasdite, do t'jetë çelja e ekspozitës dialektik në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës. Nga studio Mirëmëngjes Shkodër, ju uroj sukses dhe vazhdimsi shumë të mirë dhe të suksesshme në punën tuaj, plot pasion në pasqyrimin e historisë së Shkodrës dhe të zhvillimit të saj. Faleminderit.